fundit ardhur ka statut nga Bashkimi Evropian që për fatin e keq që përmendet shumë nga mediatorët dhe analistët e përditshëm në studio që pjesa e asociacioni është edhe arbitrazh. Domthonë kjo e dëmton edhe më shumë çështjen e Kosovës, pasi që asociacioni komunave të shumicës serbe mund çdo vendim të qeverisë së Kosovës ta dërgojë në arbitrazh ndërkombëtar. Domthonë kjo është një gjë shumë e dobishme që i është shtuar atij asociacioni. Unë asnjëherë nuk e thash se këta nuk do ta e kanë dhe do ta bëjnë. Ndërsa sa i përket zgjidhjes që e tha se edhe në vizën vetëvendosje nuk se ka demokraci të brendshme, është pasi nuk ka demokraci të brendshme, mirë po zgjedhja e kryetarit është e pakontestueshme. Dhe në fakt lëvizja vetëvendosje është e Albin Kurti dhe jo Albin Kurti lëvizjes siç është në partitë, siç është në për shembull edhe në Aleancën për Armërinë e Kosovës. Nuk mund të diskutohet asnjëherë dikush tjetër të jetë kryetar përderisa në atë aleancë është Ramush Haradinaj. Ndërsa këto dy subjekte të tjera janë njerëz të emëruar, që njëri vjen nga Rin Vesti, pra është i emëruar i ish kryetari Isa Mustafa, ndërsa tjetri është nuk ka forcë politike brenda. Ndaj zotit Abdigjiku, zoti Veriu më duhet t'ja autorreqë dhe vërejtjen për shkak se në pak minuta më parë dhe janë ndëruar të emrin dhe kështu nuk lejojmë në studion tonë të bëhen krahasime të atilla. Zoti Abdigjiku është pasardhësi politik i Isa Mustafës në lidhjen demokratike të Kosovës, gjë që nuk mund ta mohoni askush. Ai është